Pesë rreziqet më të mëdha të bombës bërthamore. Rreziku i parë është momentin e shpërthimit. Nëse ne e shohim bombën ndërsa shpërthen, ne qërohemi në vend. Sepse rrezatimi shumë i madh, kryesisht në rrezet ultraviolet, na dëmton retinën. Fluksi shumë i madh, nxehtësia shumë e madhe, energjia shumë e madhe e dritës që vjen dëmton retinën. Efekti i dytë shkatërrues i bombës është zgjerimi shumë i madh i shpejt i saj. Ajo shtyn çdo objekt që gjen përpara, duke rrafshuar komplet zona me 10 kilometra apo më tepër. Ndërkohë që ajo zgjerohet me forcë shpejtësi shumë të madhe dhe shkatron, rrafshon çdo gjë rrotull, ajo në mes formon një vakum, zonë pa ajër. Nga forca shumë e madhe e largimit, këtu në këtë zonë nuk ka ajër, nuk ka, është bërthllëk. Dhe pasi e gjithë vala, e gjithë ajri është hapur anash, vakumi në qendër e thith dhe një herë ajrin në zonën ku ishte. Dhe kështu, edhe një efekt i dytë shkatërrues është në momentin që ajri vjen afër qendrës, e kështu me radhë, derisa stabilizohet. Rreziku i tretë është nxehtësia. Kjo bombë kur shpërthen ka temperaturën e qendrës së diellit. Ka një nxehtësi shumë të madhe dhe ndërkohë që kjo hapet, lëshonte përhap dhe rrezatimin nxehtësinë e saj, që djeg çdo gjë. Pas kësaj është dhe rrezatimi. Rrezatimi që hapet, neutronet, rrezet gama, rrezet X që përhapen rrotull, ionizojnë, domethënë shkatrojnë atomet e çdo lloji objekti, objekti gjallë ose jo. Si dhe shkatrojnë, ndërpresin gjithë fushat elektromagnetike, çdo lloj pajisje, çdo lloj avioni, apo helikopteri, apo makine që ecën ose radiot, të gjitha ndërpriten. Dëmi i pesë i bombës dhe më afatgjati është mbetja e rrezatimit në zonën përreth. Kjo ndodh për shkak të shpejtësisë së shpërthimit. Tek sfera e uraniumit apo plutoniumit, në momentin që ndodh reakcioni zinxhir, ky reakcion ndodh aq shpejt sa vetëm 2% e masës së uraniumit apo plutoniumit shkatërrohet, kthehet në energji. 2-3%. Dhe 90% hapet dhe shpërndahet nëpër zonën përreth, duke bërë ndotjen e rrezatimit pastaj të gjithë zonës rrotull. Që kërkon ndoshta edhe mijëra vite që kjo lënë të harxhohet, avullojë, ky gur të avullojë nga rrezatimi. A ka ndonjë të mirë bomba bërthamore? E vetmja e mirë thonjza e bombës bërthamore është nëse këtë bombë e kanë dy shtete që janë armik me njëra tjetrën, atyre u duhet të mendohen 2 herë përpara se të nisë një luftë midis tyre.